se mund të diskutohet në orë të tëra në një emision tjetër. Por Clintoni i tha, ne veprojmë dhe pa ju. Dhe me njëherë, baza Avianos u vu në gatishmëri të plot në komandën amerikane. Dhe filloi veprimi drejt për drejt nga Pentagoni kundër Serbisë. Pastaj, këta lekujt e Evropës pan çpan ju bashkangjitën aty shefit madh. Natyrisht, Clintoni pati edhe mbështetjen e Britanisë së Madhe, të Tony Blairit, kryeministrit, dy fuqi të mëdha ishin gati me njëherë që edhe Turqia në këtë drejtim, dhe të tjerët pastaj u detyruan të hedhin këmbët sipas melodisë. Pra ndërhyn në këtë kur janë situata të tilla të vështira. Po kështu ka vepruar edhe në atë luftën e Xhirit, në stuhinë e Shkretëtirës e ku diun, ndërhyrja në Afganistan e tjerë që janë marrë me njëherë me forcë Pentagoni, masi ka marrë vendimin nga shtabi qendror i mbrojtjes me urdhër të presidentit, u kryen veprimet me shpejtësi të madhe. Në Afganistan e në to vajtëm dhe neve, po vajtëm pas pilafit. Kuptohet. Zotja Abile, ju lutem edhe diçka kam, duke qenë se jemi në fillim të mandatit, një mandati të ri që është i katërt i qeverisës, ju kemi parë në muajt e fundit në shkruajt marrëveshje ushtarake me Britaninë, me atë rijetizimi industrisë ushtarake etj. Ju me atë që keni dëgjuar ju dhe kemi dëgjuar gjithë, por edhe me atë që kemi parë deri tani, veprime konkrete në terren. Jeni, domethënë, i kënaqur dhe optimist që do bëhet diçka shpejt? Do bëhet, po nuk e shoh shpejt sepse qeveria jon lëviz me hapa breshke. Ecën shumë ngadalë në këto gjëra. Ka shumë arsye. Dhe me Anglin është hedhur ideja që të filloj aktivizimi i disa sektorëve të industrisë ushtarake. Ata si fillim duan të prodhojnë mjetet të lehta të blinduara, autoblinda, kamiona të blinduar, kamiona për transport etj. Do filloj domethënë si industri transporti për ushtrim. Ne jemi në gjendje t'i bëjmë ato. Bile ne deklaruam edhe kemi provuar ato makinat e blinduara që janë pretendente, janë shumë më të mira se të prodhimeve të tjera, kanë konkuruar, janë shumë me parametra shumë cilësor. Dhe mund t'i bëjmë të organizojmë prodhimin në seri. Prodhimi në seri kërkon ngritjen e ndërmarrjeve, të cilat ne i shkatëruam. Ne kemi patur një ndërmarrje të veçantë për këto që quhesh autoreparti, që merresh me këto shërbimin, mirëmbajtjen, prodhimin e të mjeteve të transportit të ushtrisë. Kjo mund të bëhet natyrisht do para, do forcë, po unë shoh diçka tjetër, një ngathësi të veçantë të shtetit shqiptar, të politikës shqiptare lidhur me problemet e mbrojtjes. Sepse ka influenca të ndryshme anti-shqiptare nga shumë fqinj që nuk duan që Shqipëria të forcohet. E shikojnë me xhelozi bazën e Kuçovës apo të Pashalimanit. Ose ndërhyrje të tjera që bën Amerika ose këtu e keni fjalën për grekët, besoj. Patjetër. Tani erdhën dronët që morëm nga Turqia, pati reagime gjithandej. Çdo vend ka të drejtë të mbrohet. Po ne nuk kemi të drejtë të mbrojmë, çdo vend ka të drejtë të krijojë aleanca. Edhe ne kemi të drejtë të krijojmë aleanca me Kosovën, po se jemi një kombë, po edhe me Kroacinë, edhe me vende të tjera. Kryesisht aleati ynë i madh është Amerika, Turqia, këto që janë të sigurta, që nuk kanë ndërmend të na braktisin. Kështu që kjo industria ushtarake që ka gati 2 vjet që po flitet dhe po bëhet, do hidhen para etj, akoma nuk po lëviz nga vendi. Kështu që politika jonë është me mëdyshje në këto. Sa para harxhohen në gjëra që nuk kanë asnjë rezultat. Në Shqipëri
mund ishin ngritur 3 herë këto normalit ushtarake dhe të filloni prodhimin e tyre. Sepse një automatik që koston në Shqipëri $400 sot, ose 400 euro, po jo më shumë se 500 euro, me një kooperim të mirë, me fabrika të mira të Evropës, në treg shitet $2000. Pra është një fitim, po marrim këtë, një fitim jashtëzakonisht i madh. Dhe është jo vetëm për neve, por të gjithë industria e armatimit është me shumë fitim. Dhe për shembull, në Amerikë industria ushtarake është nga komponentët kryesorë të ndikimit në politikë. Ndërsa tek ne është tendenca, ajo tendencë që u shfaq në vitet 90 që e quam vendin në gjendjen zero, dhe ato tendenca nuk e lën që të riorganizohet industria ushtarake, qoftë për të mbështetur për të realizuar mbrojtjen tënde, qoftë edhe për të shitur për tregti, sepse ajo është një industri shumë fitimpruese. Zoti Abile, unë të falenderoj shumë për gjithë bisedën, analizën e gjerë dhe komplete që i bët shërbitjes së mbrojtjes së Europës Defender 2025, situatës në Ballkan, raporti me fqinjet, por edhe në Europë dhe me gjerë. Të jam mirënjohës shumë për bisedën. Ju faleminderit, e miru ta pofshim. Faleminderit edhe një herë dhe të uroj më të mira, ta rofsh.